vlezër e motra të gjakut të pastër, të gjakut të shenjtë i lirë, mirë mbrëma dhe mirë se u bashkuam në këtë qendër të adventarizmës, në këtë qendër të paqes, të dashurisë dhe të bekimit, në tokën e shenjtë dhe të bekuar të Amerikës, ku fati i shumë bashkëdhetarëve na bëri që t'jetojmë. Kam nderin dhe kënaqësinë të shpirtit dhe të zemrës që uroj gjithë besimtarëve bektashian gëzuar festën e Sultan Novruzit, sjell paqe, bekim dhe dashuri për jo vetëm bektashianët, që janë vërtet shembull i tolerancës, i dashurisë, i adventarizmës, ashtu siç vetë edhe vëllezërit Frashkëri e ndërtuan themelet e këtij besimi, pra gëzuar gjithë shqiptarë. Çdo festë e paqes është festë e gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Kam kënaqësinë e zemrës Baba Elidoni, t'ju falenderoj nga zemra, t'ju uroj gjithmonë për misionin e shenjtë në shërbim të Zotit, në shërbim të dheut dhe të dashurisë për familjet tona. Një përshëndetje shumë të veçantë e kam për një aset kombëtar që kemi fatin dhe nerin që e kemi në shekullin ton, dhe ai është konsulli i nderit, Zoti Ekrem Bardha, një nga themelet pikërisht të kësaj qendre adventare dhe fetare besimtare. Zoti Bardha të uroj shëndet dhe jetë e të paqim shumë në mesin ton. Ju falenderoj meshtari i kishës katolike të Shënpalit, Don Manfred Kalaj, famulitari i kishës Zoja Bajdore, Don Dino Çerkezi, dhe një përshëndetje tepër të veçantë për një vëlla që përfaqëson një pjesë shumë të shenjtë të trungut shqiptar, një pjesë dhe një emër që jeton në zemrat tona, në zemrat e çdo shqiptari, nga Drenica, Plava e Busia, Hoti e Gruda, Tirana, Durrësi, Tetova, Gosivari, është qamëria e jonë e shenjtë. Dhe mirë se erdhe, vllai dashur Shpëtimi Drizi. Besojmë shumë te energjitë tua, tek misioni i shenjtë, dhe nuk je vetëm. Qamëria nuk është një çështje e çamëve, është e gjithë shqiptarëve. Prandaj i kemi zemrat dhe dashurinë me ju. Faleminderit, kalofshi i gëzuar. Edhe siç e leta di gjithë bota mbar, kështu rrin bashkë populli shqiptar. Ne kemi një Zot, kemi një gjuhë, një kulturë, por kemi kombin dhe ngjyrat e flamurit kuqezi. Kalofshim gëzuar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, shëndet e gëzim. Mirëmbrëma, i nderuar Baba Eliton, të nderuar klerik, miq të ftuar, motra e vëllezër, ju përshëndes gjithë ju që detyruat të largoheni mira kilometra larg nga dheut. Ju që emigruat këtu dhe nisët jetën tuaj nga zero, por shoh që pavarësisht vështirësive ju adolet të çani me sukses në shumë fusha të jetës. Ju adolet të përfaqësoni me dinjitet komunitetin shqiptar të Michiganit. Unë jam Teti Mene, aktivist i çështjes kombëtare dhe themelues të një shoqate adventare të re, quajtur Lëvizja Pavarur. Misioni ynë është rritja e vetdijes popullit shqiptar nëpërmjet përdorimit burimit kulturor dhe lidhjes me identitetin. Ndaj ftoj të gjithë djemtë dhe vajzat e reja këtu, pa përjashtim, të mbashkohen në këtë rrugtim. Për adheun do punuar, ndaj mos na lini vetëm, ju lutem, nga diaspora për adheun. Edhe një falenderim për të qenë shqiptare, për mikpritjen, e spacur dhe derës hapur, për çdo që ka nevojë, për çdo patriot, për çdo besimtar dhe më së tepërmi për çdo shqiptar. Ju uroj gjithë besimtarëve gëzuar festën e Sultan Novruzit. E për ta mbyllur, atë dashuria është bekim, ndaj faleminderit Zot që kur s'na i shoj vështirësia, një dashuri të fal prej tij, një adhes si Shqipnia. Faleminderit gjithëve. Vëllezër dhe motra, me lejoni me që jemi këtu. Të gjitha ata të rinj dhe të reja që dëshirojnë të bëjnë pjesë e bordit të qes, janë welcome. Do t'ju uroj gjithëve për shumë vjet gëzuar, ju bëft një darka. Sot me këtu në Teqe festojmë ditën e Sultan Novruzit, që është ditë lindja e të madhit Ali. I madhi Ali ishte luan
i asaj kohe, a ishte njeriu që ishte i qetë, edhe thoshte njerëzia të duan njeri atrin, por ata duan njeri atrin, atë një Zoti jo të ndihmoj. Prandaj, unë sot e falenderoj familjen Villa, që na japin mundësi e qeja tonë të nxjerrë zë edhe të dëgjohet në gjithë botën. Në njerë, faleminderit shumë, Zoti ju bekoftë, Zoti çdo të mira, e u auroj këtë ditë të shenjtë të gjithë bektashanëve kudo që janë në botë. Një nga emocionet më të bukura kam përjetuar këtu në Teqen e Baba Rexhepit në Mençegan. Harmonia fetare është një nga vlerat më të mëdha që kemi ne si kom dhe e kam gjetur pikërisht këtu. Don Fredi na është bashkuar në festën këtu në Teqen për Sultan Evruzin. Don Fred, dua një urim të sinqert nga zemra për gjithë shqiptarët dhe për gjithë besimtarët atje që na ndjek. Faleminderit se që po më jepni mundësi nëpërmjet televizorit më u drejtu tanë shqiptarëve festa e Sultan Evruzit që quhet festa mretnore, sepse është datlinja dhe Imam Aliut. Difton se kena bashkimin që në të tanë kohë, të tana 3 fetë tona janë një, besojmë një Zot, edhe një kena një gjak, prandaj në kena një bashkim, nuk kena asnjë lloj arsyet për me mujt mu shiku ndryshe përveç se vllazën e motra në Zotin. Prandaj jam gjithmonë njehemi mirë pritun kur vitet Teqja, kam fillu këtë se kam pas rastin edhe fatin e mirë me njoft Baba Rexhepin, kur vite me pa dëm preken, gjithmonë e Baba Rexhepi bekot e darken, ashtu edhe mu malla në rasti për me bad bekim. Po aja që më ka ba më shtypje, me kanë se komuniteti Bektashi ka ardhë në Amerikë për para nesh, për para komunitetit shqiptar, Bektashian, Baba Rexhepi me Bektashit ka një mu me mpare shqiptar për me mujt me ba kishen, me ba nërtimin e kis, edhe ka kanë jashtë zakonisht shumë afer. Nihem si në shtëpi teme, i uroj me gjithë zemër krete e komunitetit Bektashian, festën e Sultan Evruzit, festën e festave, e gëzoshin gjithmonë bashkë o Zot, të i përparu e të i gëzu për zmasbrezit. Urime për bashkëdhetar, motra dhe vëllezër, të pandar katolik, ortodoks, musliman, Bektashian, është kohë e pajtimit, tolerancës, uroj gëzuar Sultan Evruzit, harmoni, shëndet dhe gëzime. Festojmë të gjithë bashkë ditëlindjen e Imam Aliut, cili është urimi që vjen nga jo. Urimi im është për gjithë besimtarët Bektashi, ku shquhen për adhetarizmin dhe besimin, për tolerancën, për dashurinë, për atë-dheun, për Zotin. Urimi është që të kalojnë gëzuar, jo vetëm Bektashit, po gjithë populli shqiptar, në festat na bashkojnë, dhe aty gjejmë dashurinë e Zotit, dashurinë e atë-dheut dhe urimet gjithë dhe gëzuar festën. Falenderoj TV-usën që është sot e pranishme dhe që duke përcjell mesazhet që u folën këtu në këtë festë dhe duke përcjell zërin tonë për gjithë bashkëdhetarët që në pamundësi për të qenë fizikisht, juve bëni detyrë të jashtëzakonshme. Ju urojmë jetë të gjatë televizionit dhe suksese të mëtejshme në punën fisnike që bën për transmetimin e të gjitha programeve që të gjithë bashkëdhetarët neve bëjmë këtu. Është vërtet bekim nga Zoti dhe që e al TV-usën, sepse të kesh një televizion, të kesh një zënshte të Bashkuarat e Amerikës nuk është e paktë. Falenderoj shumë baba. Dhe një nga detajet që unë vura re dhe më emocionoi pafundësisht ishte që këtu në Teqen Bektashianët Baba Rexhepit ishin të ftuar dhe klerik të besimeve të tjera fetare. Një lloj harmonie fetare që do ta them, me zë të lartë është nga vlerat më të mëdha që kemi ne si kom, po e kemi edhe këtu në mes të Amerikës. Patjetër që kjo është një traditë e kahershme. Të gjithë klerikët kanë qenë të pranishëm në Teqen Bektashiane, sepse dyert e Teqes janë të hapura për cilin do, pa dallim feje, krajine, zakoni, pa dallim gradës shoqërore që kanë, janë welcome, po mbi të gjitha ne jemi vëllezër me njëri tjetrin, ne jemi gjithë shqiptar, flasim shqip, komendojmë shqip dhe siç e patur lutem gjithë shqip. Kështu që patjetër ata kanë vendin e tyre si shqiptar, patjetër detyrës që ne mbajmë si klerik, po në fund jemi shqiptar. Dhe ata si shqiptar janë të mirëpritur dhe do të jenë gjithmonë mirëpritur këtu te Teqe. Dhe cili do të bëhet pjesë e institucionit tonë është welcome. Falenderoj shumë edhe gëzuar Sultan Evruzin. Sultan Evruzin për shumë vjet edhe besoj muajin tjetër kemi edhe 25 vjetorin e televizionit,
e televizionit ju urojmë happy birthday. Faleminderit. Zoti shëndet të mira. Edhe me që folëm për mikpritje dhe bujarinë shqiptare, ne po ulemi te sofra e shqiptarëve këtu, duke marrë një urim për festën e Sultan Evrozit. Përshëndetje. Urimet më të mira, gëzuar nga mos Sultan Evrozin, shpresën, jetën, mirësi për gjithë. Zoti na e përmbar të gjithëve. Është kënaqësi e veçantë të më jepni mundësinë për të uruar gjithë shqiptarët kudo që janë, gëzuar festën e Sultan Evruzit, festën e shpresës, mirësisë dhe begati për gjithë shqiptarët kudo që janë, kudo që jetojnë dhe kontribuojnë për familjet e tyre, pse jo dhe për adhëun e tyre. Faleminderit për këtë mundësi. Mirëmbrëma, gëzuar dhe ju sjell vetëm mbarësi dhe gjithë të mira ky Sultan Evroz. Cili është urimi juaj për të gjithë shqiptarët dhe besimtarët që na ndjekin përtej ekranit? Falenderojmë të gjithë shqiptarët dhe ju urojmë nga zemra mbarësi në shtëpitë e tyre dhe gëzime kudo që janë. Ajo që është më e bukur është se këtu në Teshe gjejmë edhe miqtë tanë, miq të vjetër, miq të rinj, por ajo që është më e rëndësishme është se gjejmë njerëz të mrekullueshëm, njerëz fantastik dhe unë jam shumë e lumtur që të prezantoj këtu në ekranin ton familjen Toti. Janë njerëz të mrekullueshëm. Përshëndetje dhe dua t'ju uroj gëzuar Sultan Evrozin. Dua një urim nga familja juaj për të gjithë shqiptarët që na ndjekin përtej ekranit. Atëherë si një bektashiane e vjetër me tradita bektashiane, dua të uroj të gjithë besimtarët bektashian kudo që ndodhen, brenda dhe jashtë vendit, në gjithë Amerikën, në gjithë diasporën, gëzuar këtë festë të bekuar ditën e Imam Aliut. Zoti i bekoft gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, paqe, lumturi dhe dashuri. Fabian, një urim nga ty. Gëzuar të gjithë shqiptarët kudo që janë, një urim për zemërt dhe Faleminderit, gëzuar. Faleminderit, gëzuar për të gjithë. Se gëzuar mama, gëzuar festën. Jo na ka lindur në këtë ditë të bekuar. Gëzuar për të gjithë dhe Zoti ju bekoft. Faleminderit shumë. Faleminderit. Festuam këtu në Teshen e Baba Rexhepit në Michigan festën e Imam Aliut, ditëlindjen e tij. Për të gjithë besimtarët bektashin kudo që ndodhen, në Shqipëri, në Amerikë, në diasporë, kudo që të jenë, gëzuar për shumë vjet.